Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonata parë ka mbritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. Përshëndetje, valla. Përshëndetje. Do ta nis pari me deputetët socialistë. Po? Po kujti shet ta ngardhoj ka i, dhe kujti bën këshillik ky mentori i madh i PS-s, ai braçja i madh i zëvendës kryeministri, ish ministri bujqësisë, që na mban gjoja kritika për cigaret, Lerio ti Dallkauk këta, se nuk të shkojnë. E këtu në Mizëqe e për llogari këtyre njerëzve që kanë votuar, o Palaço. Mos bëj Lari të sharat. Jo, mos bëj Karagjozin i them. Mirë. E këtu, ku ishe ti kur aprovua ligji? Çfarë, ku ti bën këshilli ky palo njeri? E qartë qëndrimi juaj, pra deputetët ju i quani bashkëfajtor me ligjet që kanë miratuar për situatën në të cilën ndodhemi. Dhe nuk kanë të drejtë morale që të ngrejnë zërin. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Dëgjoj, do të thashë çikës se po dëgjoj ata analistën për atë era në gjokën atë gjyqtarën. Po. Ore janë të rrasaj sikur me si ato që misht në mordhët. Ore, ky Saliu ka në i farë burnie, ka në i farë njerëzilliku, ka në i farë. Ore, kam thonë edhe disa herë tjera që kush i del përpara i turrës sikur me qenë kafsh më burr. Po si mërqit shko merr letra në Ministri Greqis, që Greqia gjithmonë ka qenë armiku i Shqipërisë. Po i Beleri që u dënu, po pse u dënua ai mërë, nuk mori lek ai. Po ore të shkojnë në Greqia mori letra që Irena Gjoka në paska ashtu firma. O po njerëzit tu kanë rruaj emra, janë bërë gjithë greke, s'kan lë gjë pa po, Irena Gjoka duhet të dënoka se pas është me i vizë falsa. Po sot e 30 vjetë, o bashkim, ora është vendi që dira dhe kjo. Ora se Liberishe duhet arrestot o zotëri, duhet shkojnë bërë për i se i janarin, Gërdesi, 97, 98, po që është ky vend mërë. O bashkim. Qartë dhe me njëve juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, jemi në hapësirën dedikuar të rësisht zërit të qytetarve. Telefoni 045-620-601 është i hapur për të gjithë qytetarët për të sjellë këtu çfarë gjykojnë të rëndësishme që të ndajnë me publikun e madh në fillimin e kësaj dite të re. Urdhroni, mirëmëngjes. 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 Urdhroni, lutem, uli zërin e televizorit që të dëgjojmë mirë. Mirëmëngjes. Një ditë të mbarë dhe ju. Çfarë do themi tjetër? Po? 21 janari, sa vjetit? Po, sot është 21 janari. Sa vjetu kanë? Shumë vite. Mërda? Shumë vite. Urdhroni, flisni. Si bërë në drejtësin. Si ka mund të i zotëri? Ka shumë vite dhe akoma nuk është dhënë drejtësia përfundimtare për 21 janari, thënë jo. Si ka mund të i zoti bashkim? Si ka mund të i zoti Rama? E zë gjumi këtë 83 mandate. Turp. Si ka mund të i që vete atjetë të këta? Së do ve atjetë dhe një lullë atje. Ashtu është bërë çdo vit, me lullën në dorë, shkojnë të gjithë dhe bëjnë omazhe. Po më vjen çudi dhe me këta, zoti bashkim. Me këta familjarët. Po si ka mund si këta do të ishin me bukë, me ujë, me vetë këtë e spakut. 24 orë. Si ka mund si? Po këtu së bëtë azit s'ka mund zoti. Të gjithë grupët vrasë, terminale i kesot parlament. Dela i zotëria, po lepë, vazhdojnë, shanë, se pek njeri. Se të janë të dy. Nuk e gjo me kujdes, janë të dy. Ju thoni që homazhi i vërtet është dhënia e drejtësisë. Është turpi këtij zotis të vetë në vend sot një lule atje. Qartë. Është turpi këtij zotis të vetë të shkele atje, të ato plaka, turpi këtij zotris sot. E kupton? Qartë. Çdo të thot që këtu ka mballuar çdo gjë, vetëm ky ka bashkëpunim me atë. Të dy këta kanë vrarë. Sot është vërtet Partia Socialiste është bashkë me zotrin. Turpi atyre edhe më vjen rend për ata familjarët. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që shihni dhe ju mendimin tuaj. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, kemi dhe mjaft minuta të tjera në dispozicion të zërëve të qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Të uroj një ditë të mbarë në vazhdim të dhe gjithë shqiptarëve që janë shqiptarë Një ditë të mbarë edhe ju. Ajo shqiptarëve që kanë pushtuar Shqipërinë 35 vjetë. Në nën vetën ndodhim nga një sistem që jeton diktaturë, që gjërat më etike t'i siguronte. Ndërsa kemi 35 vjetë që një organizatë kriminale mban peng Shqipërinë, ka shitur çdo aset, çdo gjë. Duhet reformatimi i shtetit shqiptar nga e para me gjitha institucionet. Se kemi që gjithë të inkriminuar, të kapur nga krimi. Ti lexon aty ditë për ditë me fjalë vjedhje, abuzime, gjëra, ndërkohë që është ngrit një strukturë SPAK, por u ka dalë frika. Vjedhja, abuzimi që nga meritokraci. Tani përse i përket 21 janarit. Ngushëllim për familjet të tyre, të rojnë e t'i kujtojnë, po sot të mos bëhen pjesë e fasadës në homazhe që të organizohet në qoftë se organizohen kryeministri. Pra dhe juve thoni që homazhet e vërteta janë dhënie e drejtësisë. Dhënia e drejtësisë Bashkim. Ne jetojmë këtu dhe kjo klasë politike i zgjodhi këta palo gjyqtare prokuror. Ndërkohë dhe reforma në drejtësi deri më sot ka dështuar me sukses Bashkim. Pse them me sukses? Para se të mbyllet viti pam një punonjës policie drejtues të lartë, 3 milion euro pasuri, dolin nga burgu i u kthye pasuria. Tani ti dhe unë si punonjës policie, çfarë motivi kemi të luftojmë krim e korrupsionin? U arrestuan me buj ata të bankësit. U përdorën njerëz të shtetit që i arrestuan, erdhi puna gjykata i liroi. Kupton? Ndërkohë dekonspirohet operacioni. Çdo ditë me fjalë si në krime, si në trafiqet e armëve të drogave, si në lojrat e fatit, në call centeret, në gjitha punonjës policie, dekonspirohen operacionet. Nuk e di, por Brukseli dhe Amerika duhet fillojnë një hetim të thellësishëm rreth mashtrimit që u bën taksa paguesve, si Donald Gluja, si Vllautin. Qartë. Unë ju falenderoj. Për sa i përket radio televizion, zotë Bashkim, të pyes si njeri i artit dhe i kulturës. A duhet mbyllur të radio televizione shqiptar? Jo. Mendimi im personal është që nuk duhet mbyllur, sepse televizioni publik është një pjesë integrale dhe e strukturës demokratike të shoqërisë. Dhe veç të tjera, mund të punohet që të ketë misionin e vetë publik në një standard sa më të lartë, profesional, dhe kjo është kryesorja. Por ama që të mbyllet, mendimi im personal është një ide jo e dobishme. Të lumë, zoti Bashkim, duhet vetëm profesionalist pa parti në drejtim të televizionit. Po mënyra se si zgjidhet drejtuesit, këshilli drejtuesit gjitha e fusin në ombrellën e partive, kështu që do parë që të ligji mbi cilin funksionon ky emitent publik. Por ama zëra një televizion publik është i dobishëm edhe për demokracinë, jo vetëm për të kaluar mbrëmjet tona në para atij ekrani. Unë ju falenderoj që sjellni dhe ju mendimin tuaj. Vazhdojmë presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Bashkim, ne që jemi tek radio televizioni mbështes plotësisht mendimin tuaj personal. Që radio televizioni shqiptar kur nuk duhet mbyllet. Për arsye sepse ai është një aset kombëtar i gjithë popullit shqiptar. Ai duhet forcuar, ai duhet ruajtur. Ashtu siç është. I kanë hequr rast tabelën përpara atje dhe dal nga dal për ta zhdukur me pa nom pa nishan. Problemi i dytë është një ngjarje shumë e rëndë, sot është gjykojmë prapë 21 janarit, ose pas 15 vjeç. Është shumë e rëndë, është një problem shumë i kriminalizuar, që kriminalizon jo vetëm tani atë shtetin,
që ka shteti, përse pajtojmë shtetin? Shtetin e pajtojmë në mbrojnë nga rreziqet, apo jo bashkim? Në mbrojnë nga mbrojtje nga rreziqet e brendshme të personave të dhunshëm dhe abuzues edhe në gjyrën e pushtetit, policisë e kujdo. Ne pajtojmë shtetin në mbroj. Çfarë i shtojnë këtë pyetje shtetit shqiptar? Çfarë ka bërë 15 vjet? Të lutem shumë, duam drejtësi. Për 4 të vrarët e 21 janarit. Një çështje tjetër, më falë se u zgjata, është stop skenave makabre të Greqisë kundër Irena Gjoks. O turpi madh të ndërshkohet ajo gjyqtare e mrekullueshme që ja çorë maskën Sali Berishës. Një njeriu kriminal të përhershëm, kriminal që e shkatroi këtë vend fund e krye, edhe tani na del me atë bollanën e ca plehrat të lërë epitetet, po. Unë ju falenderoj që silli mendimin tuaj pa këto epitete. Nuk është mirë që sepse epitetet janë thjesht një sharje dhe sharjet asgjë nuk janë argument. Urdhroni. Mirëmëngjes, Zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Sa për protestuesit që do dalin atje në bulevard sot apo me 24, sidomos këto demokratët që do dalin me 24, më shetoshme që të shkelin mbi gjakun atyre njerëzve që janë vrarë. Protestojnë për të marrë prapë pushtet në dhomë. Sa për ato deklarimet e asaj zonës gjyqtare, që nuk i ka deklaruar joja, Greku ka pas se një ndërta kam qenë dhe unë që ma kam zënë një vullë atje që nuk do të shkel edhe nuk të njoftojnë fare për punën e kalimit kufirit, sepse joja je i pa dëshëruar në Greqi. Të vazhdatorse se nuk e ka ditë që ka qenë në këtë dënim. Nuk e di më gjatë, po du të thënë edhe diçka që nëse do ishte e vërtet fjalët e Sali Berishës që Edi Ramën do ta marrin si madore, do ta bëjnë kështu, do ta bëjnë ashtu, nuk do ta flonte ai Donald Trump ja zot në atje, po ka diçka që luhet në prapasken për të gjitha këto moskaralliqet që duan të bëjnë këto me këtë pushtet. Unë ju falenderoj. Si nga majta, si nga djapa janë të gjithë të problem. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj. Jemi edhe në 2-3 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Presim telefonatën e radhës në telefonin ku protagonisti vërtet është qytetari. Urdhroni, mirëmëngjes. O Bashkim, mirëmëngjes. Urdhroni. Kjo Irena Gjoka, çka ka bërë? Tani duhet lexojmë gazetat që të marrim vesh gjithçka. Ka vrarë, ka vjenur, po justifikimin e dokumentash e bura ta kur vinë në Greqi, i bënin në Excelin dokumentat. Atë ishte për të gjithë popullin. Pra është një gjë për të cilën nuk duhet të mbaj përgjegjësi, thonë jo. Po jo, po atyre të gjithë popullin i shkojnë dokumentat. Qartë. Unë ju falenderoj dhe... Ata të zgjidhin të një atari e gërdesit nga vrave e prirdeta. E qartë, edhe mendimi juaj, presim telefonatën, ndoshta të fundit për ditën e sotme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Do të tas për këtë Irena Gjokën. Po. Tani, ne kemi jetuar në shtetin grek. Shtetin grek për thjesht për një gjë të vogël të kthehen dhe të bëhen. Kjo mos është lloje politikës që po e diskutojmë problemin e Irenës. Pra e shikoni si një lojë të politikës ju vetë? Po, është lojë e politikës, është lojë e Sali Berishës për ta hequr nga për të zhvlerësuar vendimet që ka marrë ajo. Po, do të prapë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimin tuaj. Kemi dhe 1 minutë kohë për ta bërë të dobishme në emisionin ton me zëra qytetarësh. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Se mora edhe sot. Bashkim për Irena Gjokën është zhvëmendja nga Sali Berisha. Shiko, në Greqi kam vajtur unë në 92-shin. Dhe kam vajtur me dokument, jo falso, po lash dhe atë të rinis, librezën e rinis në Kakavi.
që kështu Irena Gjoka është për mos të etua Sali Gjakovari Vraso si Lëri epitetet. Jo, e shkatëroj. Ka shumë dëme në këtë vend ai. Ai duhet të varet të ishte Enver Hoxha dhe atë Dumanin do ta varten mes të Tiranës. Ja kalova. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, këtu përfundojmë emisionin ton për të takuar sërish nesër. Bashkë mirupafshim.